Një ndjekje spektakolare nga policia e Vlorës përfundoi me arrestimin e Kelian Llakajt, 34 vjeçarit, që mbrëmjen e së premtes shkaktoi një seri aksidentesh në qytet, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ai u ndalua këtë dështum pas një arratije të rrezikshme që vuri në rrezik jetën e qytetarëve dhe të punonjësve të rendit. Sipas hetimeve paraprak, Llakaj nisi kaosin e tij tek rrethi i Çolës, ku me një automjet tip Benz përplasi një Toyota, por nuk ndaloi dhe vijoi lëvizjen me shpejtësi të lartë, duke mos respektuar asnjë rregull të qarkullimit. Ai vazhdoi drejt rrugës Gjergj Kastrioti, ku përplas me një Ford të drejtuar nga një grua, e cila mbeti e plagosur. Përplasja ishte aq e fortë sa rrezoi dhe një shtyllë elektrike, duke shkaktuar panik tek qytetarët. Në vend që të ndalej, 34 vjeçari vazhdoi drejt Zvernetskit, duke vënë alarm forcat e policisë. Në ndjekje të tij u përfshin forcat shqiponja, por ai vazhdoi arratjen dhe për 30 minuta të tjera, deri kur u përfshi në një aksident tjetër, këtë herë duke goditur një motor të policisë dhe makinën e efektive që po e ndiqnin. Pas kësaj përplasje, ai u neutralizua dhe u prangos nga policia. Testi i alkoolit tregoi se ai ishte në gjendje të rëndë të dehur, me një nivel prej 1.29 mg për litër, shumë mbi kufirin e lejuar. Për këtë ngjarje, Llakaj tashmë përballet me një sër akuzash, përfshirë shkatërim të pronës, kundërshtim të punonjësve të policisë, mosbindje ndaj urdhrit të policisë, largimi nga vendi i aksidentit, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për të zbuluar nëse 34 vjeçari kishte konsumuar dhe substanca të tjera përveç alkoolit. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh mes banorëve të Vlorës, të cilët kërkojnë masa më të ashpra ndaj drejtuesve të papërgjegjshëm që rrezikojnë jetën e qytetarëve.